Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka porositur që Serbia duhet të angazhohet në llogaridhënie për sulmet në Banjsk dhe për ato ndaj ushtarëve të KFOR-it në veri të Kosovës. Ai konfirmoi se këto mesazhe tashmë i ka transmetuar tek politikanët në Beograd. Situatën e sigurisë në Kosovë e kemi afër zemrës. Ne duhet të sigurohemi që stabiliteti arritur që nga viti 1999 të vazhdoj, dhe kur bëhet fjalë për Banjskën dhe gjithashtu për sulmin ndaj forcave të NATO-s, të dyja të ndodhura në vitin 2023, serbët duhet të punojnë në llogaridhënie. Kjo është ajo që kam diskutuar me presidentin Vučić në telefon dhe gjithashtu gjatë darkës tonë në Bruksel 2 javë më parë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s foli para gazetarëve në prag të takimit të ministrave të jashtëm të shteteve anëtare, ku për herë të parë do të merr pjesë edhe sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio. Kreu i NATO-s theksoi se angazhimet rreth vënies fund të luftës në Ukrainë nuk do të ketë ndikim në fokusin ndaj Ballkanit Perëndimor, veçanërisht jo në kontekstin e forcave paqëruajtëse, me që sipas tij, si misioni në Kosovë ashtu edhe ai në Bosnjë, janë shumë të rëndësishëm për aleancën. Duke ju referuar memorandumit të arritur mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, shefi i NATO-s tha se këto janë marrëveshje të cilat arrihen jashtë kornizave të aleancës.